Ndahet nga jeta i kryebashkiaku i Pukës vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë. Është ndarë nga jeta në moshën 77 vjeç, Nduet Cara, ish kryebashkiak i Pukës dhe një nga figurat më të respektuara të komunitetit. Pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë, ai u shua duke lënë pas një trashëgimni të rrallë, shërbimi dhe përullësie që dalloi mes shumë drejtuesve vendor në Shqipëri. Ndryshe nga shumë të tjerë, Nduet Cara zgjodhi të jetonte gjithë jetën si një njeri thjesht, i pandikuar nga pushteti apo privilegjet. Edhe pas përfundimit mandatit si kryetar bashkie, ai nuk u largua nga qyteti i tij, por ju rikthye profesionit të mjekut me përkushtim. Për më shumë se një dekadë, ai udhëtonte çdo ditë rreth 90 kilometra për të shërbyer si mjek në zonën e thellë të Fierzës në kushte shpeshherë shumë të vështira. Jetonte në një kontenier modest, vetëm për të qenë pranë banorëve që kishin më shumë nevojë për kujdes mjekësor. Ishte ndër të paktët që nuk e ndërpreu asnjëherë shërbimin ndaj njerëzve, askur mund të kishte zgjedhur një jetë më të qetë pas pensionit.